Rekonstruksioni i plot i shkollës 9-vjeçare Ndërmjeta në Shkodër po ecën me ritme të shpejta, fal financimit të Bashkisë së Shkodrës. Inxhinieri Adrian Kalamishi bëri me dije se ndonse përfundimi i punimeve është parashikuar për muajin janar të vitit 2026. 2 brigada speciale po punojnë me kapacitet të plot që procesi të përshpejtohet me synim që shkolla të jetë gati në nisjen e vitit të ri shkollor. Tu punu me intensitet lartë, për arsye se kemi futur dy brigade të veçanta në pjesën e vjetër që do të bëhet rekonstruksioni dhe në pjesën e re. Dhe besoj se do të ecën paralel me të dy ambientet njëkohësisht. Ne të mund me kry sa më shpejt që të arrijmë para afatit, mund të kry në shtator që të jetë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Punimeve i është shtuar dhe ndërtimi një godine të re që do të përfshi kopshtin dhe disa klasa shtesë. Kalamishi theksoi se të gjitha ndërhyrjet po realizohen sipas standardeve, duke garantuar kushte bashkëkohore për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Kjo konsiston në rekonstruksionin e pjesës vjetër dhe një shtesë që do të bëhet në pjesa re. Pjesa re që do të bëhet shtesa është një ndërtesë nga fillimi me konstruksion betonarme 4 kate dhe shtohet një kopsht me 2 ambiente. Plus çdo ka 4 klasa shtesë dhe ambientet e banjës, ambientet dhimbse me pjesën e drejtorisë, në drejtorisë të samit të tjerë. Ky investim është pjesë e një ndërhyrje më të gjerë që bashkia po realizon në disa shkolla të Shkodrës me qëllim rritjen e cilësisë së infrastrukturës arsimore dhe ofrimin e kushteve më të mira për nxënësit dhe stafët mësimore, bën me dije zyra e shtypit në Bashkinë Shkodër.